kuzhinë. Mirëmëngjesi. Javë të mbar. Amin. Në fundin Ditë të mbar, diçka mbar. Muaj shkurt ikën kështu shpejt e shpejt. Fillon pastaj pranvera. Rilind natyra. Dhe rilindin edhe ne, patjetër rilindin edhe recetat tona bashkë me ne, sepse do gatuem sipas produkteve që sjell sezoni. Çfarë tha Liza? Në mars fillon viti. Ka filluar viti. Po tani këto javë fillon viti i ri astrologjik. Prandaj është edhe kemi qenë me të vjetrin. Po. Atëherë. Çfarë gatuem sot? Do bëj qofte, po një mënyrë paksa ndryshe. Normalisht më duhet mishi i grirë, më duhet hudhra, i shtoj direkt edhe them edhe përbërësit. Pra, mishin e grirë. Do të shtoj sodën, masën e kripës, pakës fare piper dhe kumin që unë kam bashk, masën e qepës, thelpit e hudrës që vendosim 2. Shtoj vezën, piper të kuq të ëmbël, salcë e koncentruar. I përzije paksa. Më duhet të kem pakës vaj, ujë të gazuar, kam dhe galetën, bukën e thërmuar. Super. Gjitha, i largoj. Ujë gazuar, salca koncentruar, janë elemente shtesë, ndryshe nga qoftet që bëjmë në përditshmërinë ose ato qoftet klasike. Pra kemi sodën dhe ujën e gazuar të patjetër, edhe soda edhe ujë i gazuar, 2 përbërës shtesë. Ndërkohë sa bëhet masa gati, sa e trazon dhe sigurisht gjatë trazimit, përpunimit, edhe erëzat lëshojnë më mirë aromat e tyre dhe bëhet një bashkim më i mirë i përbërësve, unë po i lexoj recetën e shkruar. Qofte shtëpia në furrë, 300 gram mish i grirë, 1 kokër vezë, majdanos të grirë, 5 lugë gjelle galet, 1 qepë grirë imët, 2 thelpinj hudhër, 200 ml ujë i gazuar, 1 lugë çaji salcë speci ose salcë domate, krip, piper i zi, kimion ose dhe paprika pluhur, të cilën e kemi shtuar. Kemi përgatitur këtë masë të brumit dhe mos harroni pak vaj ulliri që të rrëshkas mirë dora. E mira dhe është që duhet të qëndrojnë 30 minuta në frigorifer. Rezultati është më i mirë me këtë qëndrimin e brumit me pushimin e tij, sepse edhe përbërësit. Këtu kam 4 specë jeshil, 4 speca që janë në formën e brirëve, dhe domate, pomodor. Unë kam zitur pomodorin që ka një shije paksa më të veçantë se domatja e zakonshme. Por nuk do të thotë që ju nuk mund vendosni domaten, prirni në 4 edhe mbas një punimi të mirë, normalisht, pra vazhdimisht e kthejmë gjithkohën e kohës, derisa ajo ne ta ndjejmë edhe ngjyrën e një trajshme, edhe masën e një trajshme. Masën e një trajshme ndaj qepës, Po, sigurisht, edhe shija do t'jetë... Laj pak duart. Shpërndajmë mirë kripa, erzat, qepa, gjithashtu. Do t'japim formën tani dhe do t'i shtrojmë tek tava ku kemi vendosur, siç tham, specat edhe pomodorët. Edhe për t'i dhënë pak ngjyra dhe bukuri, por edhe shije. Forma është dhe madhësia është si qoftet e zakonshme. E lugës. Gjë që unë do bëj sa është tepsia.
Shtoj paksa këtu. Dhe normalisht këtë mas e ruaj sepse mund të bëj gjithçka. Po, është një mas brumi qoftesh që na hyn në punë për çfarë do lloj recete tjetër. Mund ta kalojmë me patate, mund të bëjmë pilaf, kujtun mund të organizohemi për të gatuar të tjera receta. Një rrugë e dy punë, e mbajmë në ngrirje dhe e përdorim në një moment tjetër. Tani, të lutem shumë, edhe një letër pjekje. Po. Që të mos E vëm aty sa të mbaroj këto këtu. Se ç'duhet. Jo, kam diçka tjetër. Ja, këto këtu. Letrën e pjekës dua dy masa. Do e lagur besoj pak Jo, këto letra. siç i ke pastaj. Marr një furçë. Gjë që furçën Do t'i vendosësh tani në tepsi. Mirë, se do të mungojnë asë në qik dekoret, i jep edhe një pamje më të bukur. Kuzhina është art. Ne nuk gatuajmë vetëm për të mbushur stomakun, po të ngopim edhe syrin. Por edhe kjo prekje është për edhe do të mos pjekje më të mirë. Po, edhe piqen më mirë. Gati për në furrë. Specat, Qofte shtëpie. domatet, Si që kemi thënë edhe paseri, nëse do të zgjidhni pastaj llojin e mishit për këto qofte, për çdo lloj qofte, është më mirë kur i përziejmë lloje të ndryshme mishi, se kemi thënë dhe herë të tjera, nga bakti të ndryshme për t'i dhënë një shije më të mirë, më të fortë. Ja pra, përfundoi receta e parë, me ngjyra me shije. Do ta vendosim tani si, do të duke e mbuluar, sepse ajo më duhet për gjë tjetër. Do ta lësh ashtu të fillimisht? Po, e lëm kështu. Okej. Me një temperaturë shumë të ullët, direkt e vendosim në furrë. Shumë të ullët i bie te 150 gradë, për të pjekur gradualisht, mos na digjen as specat dhe as qoftet. Pra, receta e parë përfundoi. Brumi tjetër i mishit të grirë i qofteve, brumi i qofteve që ne lamë më njanë, sigurisht që do ta shihni në receta të tjera, por si do të kujdesemi për këtë, që të mos prishet edhe të mos na shkojë dëm, do t'i japim atë formën e qofteve. Pra, për t'i ruajtur në frigorifer, Herën tjetër mund t'i bëjmë me qull, mund t'i bëjmë pilaf, me patate, çfarë të kemi ne oreks. Mjafton që t'i ruajmë siç duhet. Një gërshër, e kam këtu gërshërën, edhe. Të t'i presësh në 4 për ti, që ka tjetra këtu. A e di sa gjëra kam më këtu? A e di sa gjëra kam më këtu? Ju nuk e keni iden. Kuzhinës. Mirë dhe thikën, se mund t'na hyn punë dhe thika për t'i prerë. Pra, i kemi mbuluar me një letër tjetër kuzhinë sipër, me një letër pjekje. Dhe ja. Përfunduam
në ngrirje tani siç janë. Kemi ruajtur, nëse e mbani mend dhe ju kujtohet, edhe domatet në verë, në këtë formë, i kemi prerë në disqe, siç janë bërë qoftet, dhe i kemi vendosur në ngrirje, ato që ndrojnë ashtu. Ja. Letra sipër, direkt në ngrirje, dhe ju e keni shumë kollaj më pas për ta shkrirë, sepse nëse do ta ngrinim siç ishte mishi i grirë, do na duheshe më tepër punë, po edhe struktura nuk do të ishte njësoj si që kemi vepruar në këtë mënyrë. Pra, nëse do ta shkrin mishin, do ta punonim përsëri, do ta linim të qetësoheshe pra për t'i dhënë formën e qofte dhe ishte avans tjetër. Kurse kështu, siç është, në ngrirje i marrim dhe pastaj i busim direkt në pjekje apo në skuqe. Unë po i vendos në ngrirje dhe sigurisht do të kemi më sekret të tjera. Pra, ne nëse e punojmë, ne duam që brumin ta marrim ta vendosim në frigorifer 30 minuta. Pra, ne këtu të këto qoftet, ne nuk kemi nevojë ta vendosim 30 minuta, sepse janë në ngrirje. Pra, në momentin që fillon dhe shkëputet nga letra, atëherë ju vendosni avash në sa gradë? Në shumë pak gradë. Tek 150 dhe ato të bëhen kështu të shkrifta, të buta, pjesa e sodës, ajo uji gazuar. Po, i bëjnë efektin e tyre. Nuk do flas më. Pra, e nisëm me qoftet shtëpie në tavë, punuara shumë mirë, duket dhe pjekja dhe aroma shija është shumë e mirë. Ju i shihni dhe një herë produktet, mish të grirë, vezë, majdanoz, buk të thatë, ose galet, një qep e gririme, 2 hudhra, ujë të gazuar, salcë speci ose salcë tomate, krip piperi zi dhe paprika ashtu amle, pluhur, spec i kuq pluhur. Kalojmë tek receta tjetër, këtu është përfundimi, siç e shihni.